Zoti Xhani, për nëse jepet mundësia në kismet me domejt e tore tutje ka me ka kryetari komunës Drenosit. Dhe çdo akt abuziv që ka ndodhur dhe që e dina, na do e adresojmë prokurori. Njëkohësisht prokuroria ka për obligim më marrë dhe me hetu se cilin rast. Nëse ka dhe raste tjera të cilët qytetarët nuk i din, na do jetojmë. Per 9 vjet jemi mësuar një kryetari Nikje të i thonë keqbersa. A e dini një rast që ka marrë dika iniciativë dhe ka qumë prokurori? Për pas ato pa dijet me zveti për qysh edhe i ka bo. Une nuk e lan asë një qështje, ku është do që ka shkelje, sepse une kam guxim politik. Une zbaj pazar me kërkan. Une kam guxim politik me adresu së cilën qështje në prokurori. Dhe nuk, une uroj që mos ketë, po realisht dyshime ka që nëse kjo ka ndodhë dhe njihet dhe gjohet me zonë që levizit milionat më rana nati, si kur asgjë, si kur me kocenta. Aty për dikush që ka qeverisë për 9 vjet, nuk preashtohet mundësia me pas edhe raste tjera. Por gjitha ato ne do t'i adresojmë te Prokuria e Shtetit dhe Prokuria e Shtetit e ka obligim, dhe unë i thrasë dhe prej kësaj studje, ne të dikom thirë, ekziston në një lajm media që ka fillu diçka, është procedura ex officio ajo, nuk kupton asgjë, po më dhe flas, shëtimi materialit është gjithashtu prej kësaj studjes, ju baj thirrje të gjitha atyne njerëzve që janë mashtru prej premtimeve boshe të kryetarit Nikje, të kthehen në shpinë e Partisë Demokratike të Kosovës, gjitha ata që nuk kanë abuzu, që nuk kanë manipulu me prona, janë të mirë se ardhën dhe i ftoj më ju bashkangjit në këtë fitore të madhe të PDK-s dhe në këtë betejë politike.